Mbi 45 piktorë nga trojet shqipfolse për 3 ditë do të pikturojnë atraksione turistike dhe pamjet më të veçanta që Kolonja fal. Sipas tyre, vjeshta e Kolonjës këtë herë është magjike dhe rimirë në Telajo. Unë jam Pashk Përvathi, jam nga Lezhë. Është disa ta herë që vinë Kolonjë. Kam ardhur në koloni, po kam ardhur edhe privatisht sepse Kolonja mua më pëlqen shumë. Më pëlqen relievi, më pëlqen gramozi pafund që më duket si një skulpturë natyrë. E kam pikturuar disa herë bile njërin nga pikturat nga peizazhet që kam bërë këtu në Ersek, gramozin, në Prag Mbrëmje, e kam në koleksionin tim kryesor. Vjeshta këtë vit është më mirë se sa Korça, është më mirë se sa Pogradeci, dhe kemi ngullur këtu, edhe nuk do të shitemi për disa ditë, po kënaqemi. Gjithmonë çdo vit që vim është shumë më bukur se vitet tjera. Edhe vim me shumë dëshirë në madhe për të hedhur disa momente shumë të bukura këtu në Telajët tona. Këtë vit po pikturoj malin e Gramozit edhe këto fushat, pak edhe në sfond edhe Ersekën. Kolonja ka plot peizazhe të bukura. Fillojmë që nga Erseka, që nga Qafeqarit e deri në Leskovik, ka peizazhe fantastike. Unë sot po pikturoj kishën e Borovës. Është një peizazh shumë i bukur, më ka pëlqyer. Kam bërë malin dhe peizazhe të tjera të Borovës, por u fiksova sot këtuja. Po kemi rrez starjes. Kemi rrez starjes në Reovë. Në Reovë ka shumë, nga do që të kthesh, në Borovë po, në Shelegur po, e shumë, deri në Leskovik, ka peizazhe. E shkëlqyer vjeshta, Kolonja është gjithmonë e shkëlqyer. Vim me qef, sot kam zgjedhur këtë peizazhin e bukur këtu, ka hapësirë, ka ngjyrë, ka lëvizje. Vjeshta është shumë e bukur, tani është në momentin më pikant të saj dhe besoj që Kolonia ka erdhur në momentin më të përshtatshëm. Fatmir Toçi, kuratori i kësaj kolonie, tregon se tani më është bërë traditë që 10 piktorë të qëndrojnë gjatë vjeshtës në Kolonjë, ndërsa të tilla aktivitete shërbejnë dhe për promovimin e zonës. Mund të jetë edicioni 8 që bëhet pikërisht në krahinën e Kolonjës, duke nisur me qendër Ersekën, por duke përfshirë pjesën më të madhe të gjithë vendbanimeve që janë njëri më i bukur si tjetrin, duke përfshirë këtu bashkërisht edhe natyrën që është një dekor i pazëvendësueshëm, sidomos për piktorët e plenerit. Tashmë edhe kjo është bërë e zakonshme që këtu janë pak a shumë piktorë, janë 45 piktorë që vijnë nga gjithë trevat shqiptare në rajon, pra jo vetëm nga Shqipëria dhe Kosova që janë gjithmonë të përhershëm, po kemi piktorë nga Maqedonia e Veriut, kemi nga Malizi, që kanë ardhur këtu, edhe duke dhënë kontributin e tyre me pasionin që kanë për artin, por duke dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për promocionin që i bëhet se krahia që e meriton, që flitet shumë, po jo të gjithë kanë mundur të vinë ta shikojnë, dhe me mendimin që arti këtë radhë edhe në shërbim të zhvillimeve turistike që ka marrë hovë të madh tash Shqipëria, do të ndihmojë duke të bërë promocionin edhe duke tërhequr sa më shumë njerëz që të vinë të kalojnë këtu, jo vetëm për bukuritë, por edhe për klimën e jashtëzakonshme, për ushqimin, po mbi të gjithën, mikpritjen e jashtëzakonshme të banorëve, dashamirësinë e tyre, edhe për artistët dhe artin që gjithë ditën janë rreth tyre dhe pas tyre, duke shijuar dhe ata se si pasqyrohet në art pikërisht të vendi i tyre ku kanë lindur dhe ku jetojnë. Disa prej pikturave të realizuara do i dhurohen fondit të Galerisë së Arteve në Kolonjë.